Partitë politike që do të kalojnë në zgjedhjet e pjesëshme të nëntorit në 6 bashki të vendit do të kenë vetëm një javë në dispozicion për fusha elektorale. Sipas një drafti paraprak që pritet të shqyrtohet nga Komisioni Rregullator i KQZ-s, fushata do të nisë me 1 nëntor dhe do të përfundojë me 7 nëntor, përpara se qytetarët të votojnë me 9 nëntor. Procesi elektoral do të zhvillohet në Tiranë, Vlorë, Berat, Tepelen, Matë dhe Cerrik. Afatet janë tepër të ngushta për partitë politike, të cilët deri më tani kanë shpallur vetëm një kandidaturë. Sipas kalendarit të KQZ-s, partitë që kanë të drejtë të propozojnë anëtarë në komisionet zonale të administrimit të zgjedhjeve duhet të dorëzojnë emra deri në 7 tetor. Regjistrimi i subjekte zgjedhore duhet të kryhet jo më vonë se 11 tetori, ndërsa partitë do të dalin me koalicione parazgjedhore kanë afat deri më 16 tetor për të dorëzuar kërkesën e tyre. Afati i fundit për dorëzimin e emrave të kandidatëve është data 19 tetor. Pavarësisht afateve të qarta, deri tani vetëm Partia Socialiste ka shpallur kandidaturën në Tiranë, ku në garë do të jetë Ministri i Arsimit Gerta Manastirliu. Për opozitën, ende nuk ka një emër të dakordsuar përballë kandidates socialiste, megjithatë, po zhvillohen negociata mes forcave të djathta për të dalë me një kandidat përbashkët. Për 5 bashkitë e tjera ku do të zhvillohen zgjedhjet e pjesëshme, asnjë forcë politike nuk ka bërë publikime kandidaturat e saj. Situata pritet të qartësohet në javët në vijim, pasi afatet e KQZ-s nuk lënë shumë hapësira për manovra politike. Ky kalendar i gjeshur dhe fushata vetëm shtatitore pritet të testojë aftësitë organizative të partive dhe të ndikojë ndjeshëm në mënyrën se si kandidatët do të drejtohen qytetarëve. Analistët politik vlerësojnë se një kohë kaq e shkurtër mund të favorizojë partitë më dha, të cilat kanë struktura të konsoliduara dhe mundësi më të mëdha financiare për të bërë një fushatë intensive në pak ditë.